Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që po lë gojë hapur edhe mjekët, pini qumësht me hudhra çdo ditë dhe do shëroni këto sëmundje. Perimet, frutat dhe erëzat janë pjesë e disa prej kurave më të mira mjekësore që njeriu mund të përdor kundër shumë sëmundjeve dhe çrregullimeve. Një prej këtyre kurave bashkon qumshtin dhe hudhrën për të krijuar një lëng të fuqishëm kundër artritit, kollës, pagjumësisë, sëmundjeve të zemrës dhe shumë sëmundjeve të tjera. Ne këtu do t'ju mësojmë se si ju ta përgatisni këtë kur në mënyrën më të thjeshtë dhe ta përdorni atë sa herë që ju të keni nevojë. Përbërësit janë 10 thelpi hudhër të grirë holl, 2 deri në 3 lugë çaji sheqer ose mjalt dhe gjithashtu 500 ml qumësht, 250 ml ujë. Përzieni ujin dhe qumshtin në një tenxhere. Shtoni hudhrën dhe vendoseni atë në zjarr. Sapo lëngu të marrë val, uleni temperaturën dhe përzieni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni tenxheren nga zjarri, kullojeni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe pijeni të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pije të shëndetshme janë të shumta. Artriti dhe nervi shiatik. Konsumi ditor i këtij lëngu ndihmon në trajtimin e simptomave dhe dhimbjeve shoqëruese të artritit. Ky qumësht ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të nervit shiatik, sëmundjet e zemrës. Qumshti me hudhër është një mënyrë efikase në uljen e kolesterolit të keq dhe parandalimit të formimit të pllakëzave të gjakut. Azma. Qumshti me hudhra duhet pirë çdo natë përpara gjumit për të zbutur simptomat e azmës. Ju mundet që të pini qumësht ose të hani 3 thelpi hudhër çdo natë. Verdhëza. Hudhra eliminon toksinat nga organizmi dhe aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Hudhra gjithashtu përmban shumë sulfur që është mjaft i rëndësishëm për mëlçinë. Hudhra përmban edhe selenium dhe njëkohësisht alicin, të cilat luftojnë yndyrosjen e mëlçisë. Konsumimi i rregullt i hudhrës dhe qumshtit në një lëng të vetëm për 50 ditë me radhë ndihmon në trajtimin e verdhëzës. Pagjumësia. Qumshti me hudhra gjithashtu ndihmon në qetësimin e organizmit dhe ju ndihmon ju që të flini më mirë. Pneumonia. Qumshti me hudhra duhet pirë të paktën 3 herë në ditë kundër pneumonisë. Kolla. Kur ju kombinoni qumshtin, hudhrën, shafranin e indis dhe pak mjalt dhe pijeni lëngun për të kuruar kollën kronike. Tretja. Vlerat fantastike antiseptike të hudhrës e bëjnë atë shumë të rëndësishëm për sistemin imunitar, tretjen dhe gjithashtu pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimit të trupit. Ky lëng ndihmon në sekretimin e lëngjeve tretëse dhe njëkohësisht kundër diares. Kolesteroli. Pijeni qumshtin me hudhra për një javë të tërë nga një gotë për të rregulluar nivelin e kolesterolit. Nëse keni një sistem të dobët imunitar dhe jeni gjithashtu të prirur ndaj ftohjes, yndyrave të larta të gjakut dhe njëkohësisht presionit të lartë të gjakut, një thelpi hudhër në çdo mëngjes mundet që t'ju ndihmojë shumë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Hudhra është një barishte e fuqishme e cila është vërtetuar se ka një sër përfitime shëndetësore, por shpesh nuk jemi të sigurt se si ta shtojmë atë në dietën tonë për të përfituar sa më shumë prej saj. Një pasqyrë e përfitimeve që një thelpi hudhër mundet t'i jap trupit tuaj nëse konsumoni atë çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, ne do t'ju a prezantojmë në këtë video. Hudhra i përket të njëjtës familje bashkë me qepën.
Por çfarë ndodh nëse nis ditën me hudhër? Hudhra ka një shije të mprehtë dhe mund të jetë gjithashtu një detyrë e vështirë për ta ngrënë atë në mëngjes. Megjithatë, duke parë përfitimet të cilat vijnë prej saj, nuk është keq të përpiqeni ta vini këtë zakon në praktikë. Është shumë e dobishme, veçanërisht nëse konsumohet me stomak bosh për ata me imunitet të dobët. Forcon rezistencën e trupit ndaj disa viruseve dhe gjithashtu shkakton ftohje dhe koll. Ngrënia e saj me stomakun bosh mundet që të mbështesë shëndetin e zorrëve dhe të lehtësojë dhimbjet e stomakut dhe gjithashtu problemet me kapsllokun. Sipas ekspertëve, në përgjithësi ajo kontribon në rezistencë më të madhe të organizmit. Një antioksidant i fuqishëm. Hudhra është plot me veti antioksiduese, kështu që ndihmon në trajtimin e inflamacionit në trup. Hudhra gjithashtu përmban antioksidant natyral, të cilët ndihmojnë kundër oksidimit të qelizave. Redukton peroksidet e lipideve dhe oksidimin e lipoproteinave me densitet të ulët, ose ka një efekt pozitiv në nivelin e kolesterolit të keq në trup. Kjo është edhe arsyeja pse personat të cilët vuajnë nga infeksionet e fytit dhe të ftohtit apo sëmundjeve të tjera të shkaktuara nga inflamacionet në trup, u rekomandohet përdorimi i hudhrës. Ndihmon në luftimin e kolesterolit të lartë. Nëse ju vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë. Shtoheni atë çdo ditë në dietën tuaj dhe rezultatet do të jenë vërtet shumë të mira. Gjithsesi është vërtetuar se vetitë e saj mund të zvogëlojnë kolesterolin total dhe të keq. Ndihmon në rregullimin e presionit të lartë të gjakut. Një përfitim tjetër i shtimit të hudhrës në dietën tuaj është se ajo mundet të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut. Në një studim, ekstrakti i hudhrës u tregua po aq efektiv sa ilaçet të cilat përdoreshin për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon në parandalimin e ftohjes. Hudhra është një ilaç i shkëlqyer për ftohjen dhe njëkohësisht për kollën. Dihet se forcon funksionin e sistemit imunitar, i cili përmirëson luftën e trupit kundër komplikimeve të shkaktuara nga ftohja. Kujtesa juaj do të përmirësohet. Sipas një teorie, trupi i njeriut dhe truri plaken për shkak të një reaksioni oksidimi kimik ku ne konsumojmë ushqim dhe oksigjen dhe në vend të kësaj ne prodhojmë energji. Por ky proces shkatëron qelizat dhe me kalimin e kohës lëkura bëhet e varur dhe truri pushon së qenuri aq i mprehtë sa dikur. Antioksidantët luftojnë kundër oksidimit të tepërt dhe na ndihmojnë të ruajmë rinin. Kompanitë farmaceutike shesin suplemente antioksidante të shtrenjta. Megjithatë, hudhra e thjeshtë përmban një sër përbërësish të cilët parandalojnë plakjen e trurit dhe nuk kushton shumë. Të moshuarit që e konsumojnë ulin rrezikun e zhvillimit të sëmundjes së Alzheimerit, ndërsa të rinjt mund të përmirësojnë kujtesën e tyre dhe të rrisin produktivitetin e trurit. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të hani hudhër rregullisht. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!